Për shka o Floran? Një keq, ha? Për shka për tjerë keq? Batuesve mendoj që... O, të e pas Halil Matoshin në studio, unë i kam fare që ti në kuadroj ty. Shiko, prej të batuesve, unë jam mahnit prej Besnik Tahirit, të cilin nuk e një, si jam bërë një, po s'kam kur fa relacion, nuk e di rastisht nëse jemi takuar në njëra jo, por ka qenë impret, ka qenë bindz, ka qenë deciziv në çdo aspekt, edhe mendoj që është fituesi i padiskutueshëm i debatit. Mendoj që arsyeja pse nuk ishte dallim të madh është sepse gjithë debatuesit për çudi ishin shumë përgatitur, edhe performuan më mirë se që presja ose se që e një. Përfshi Vlorën, e cila ishte shumë efikase edhe bile shkruajta në status në Facebook, thash që më shumë ka bëu Vlora opozit për sa zgjati debati 3 orë, se sa krejt opozita për 10 muaj. Domethënë ishte goxhe specifike dhe precize. Njëjtën kohë Lutfi Haziri ishte shumë konstruktiv dhe domethënë substancial. Natyrisht që Glauko Njusa, siç e dim, është mirë i përgatitur dhe bëri rezistencë. Mirë, po nuk ka dyshim që këtu nëse do të kishte le të themi rezonim mbi atë ose racionalitet mbi çfarë u diskutua, këto parti do të ishin shumë afër njëra tjetrës me vota. Jo për shembull siç presim që vetëvendosja të jetë diku 40 plus dhe këto dyta treta të jenë domosdoshmë parapërsisht sa vetëvendosja apo pak më shumë. Përfundimisht unë pa ta dhënë premtimin që pas debatit do të vendos për kënd kam e votu.